Albania Radio. Figurës absolutisht regjizori I Portokalisë. Sepse Portokallia le të themi që është diçka, nuk është thjesht një emision, është një emblem, është një ikonë e televizionit shqiptar, është një patente për tashmë për 20 e ca vitesh. Po fute viti 21 jemi tani. Kështu që Ilir, me që jemi te Portokallia dhe kjo vjen si një pyetje jo në kuadrin e aktorëve, në kuadrin e dy gazetarëve që kanë një emision radio. Si janë raportet kujdes këtu. Domethënë Portokallia ka ndryshuar, ka sjell shumë risi, aktorë të rinj, personazhe të reja, trupa është rinovuar. Si janë raportet midis aktorëve të vjetër, aktorë të rinj, si duken aktorë të rinj, si është qasja? Shiko, në Portokalli gjithmonë ka ndodhur ky lloj procesi. Domethënë vazhdimisht në Portokalli kanë ardhur aktorë të rinj, kanë ikur aktorë të vjetër, në thonjza po themi tash, se po në fakt edhe 20 vite në ekran nuk janë pak të një emisioni, e vërtet. Është emisioni përveç se I humorit, po ndoshta edhe një nga spektaklet me jetë gjatësinë më të madhe në treg dhe për suksesin që ka, po themi, se mund të ketë emisione që ka 20 vjet, po nuk e kanë suksesin. Ka lajmet që kanë 50 vjet që vazhdojnë. Okej, lajmet do ta keni gjithmonë. Qëndrojnë fort aty. Dhe po thosha që gjithmonë kanë ndodhur këto fazat e rinovimit të Portokallisë, domethënë po thuaj se çdo sezon ne bënim audicione, çdo sezon vinin aktorë të rinj që tentonin, disa I rezistonin, pastaj disa të tjerë kishin ato fazat e veta, shkëputeshin. Nuk është e kollajt që ta mbash Portokallinë edhe pse mund ta fitosh, domethënë. Po, e vërtet. Dhe të njëjtën gjë, pastaj sigurisht edhe unë me rikthimin Portokalli do bëja një përpjekje për të rinovuar gjërat, për të ndryshuar disa gjëra, për të marrë disa aktorë të rinj. Është nevojshme që të ketë gjithmonë aktorë të rinj, domethënë që vinë, kur them aktorë të rinj, energji tjetër. Kur them aktorë të rinj, nuk e kam se aktori I ri mund të jetë dhe një djalë 50 vjeç, por vjen dhe është I ri për emisionin. E kam fjalën për brezin e ri, për çuna dhe goca të reja që vinë Portokalli, dhe kjo një nga arsyet më të rëndësishme sepse duhet kjo është sepse Portokallia në humorin që bën kryesisht bazohet në aktualitet, dhe normalisht edhe në disa fenomene që ne janë për mosh pak më tritur. Jo, edhe disa fenomene që unë tani nuk I kuptoj siç I kuptoja kur isha 20 vjeç. Po, e vërtet është. Dhe Portokallia gjithmonë ka pasur, si më thënë, atë fashën e ndjekësve të saj që nga fëmijët tash që kanë filluar që shikojnë Portokallinë edhe deri pa limit pastaj, kështu që deri tek vampirët që jetojnë 2000 vjet. Pra, pa limit. Patjetër, çubi se diti që ka vampir midis nesh. Jo, nuk e dija. Nice. Okej. Kështu që është një gjë që ndoshta ju tani erdhët dhe vetë, si më thënë, Portokalli dhe po e përjetoni, por do ta kuptoni me kalimin e viteve për sa po do jeni. Pyetja për ty, që ishte pyetja nën pyetje që ndoshta dhe është mange qëllimisht. A ndjen që ndoshta her pas here mund të ketë pak xhelozi midis aktorëve të vjetër që janë aktorët që kanë? Fal, po jo, nuk është manga qëllimisht. Ka dy fenomene që ndodhin. Mund të jetë një xhelozi e fshehur her pas here, por kryesisht në Portokalli aktorët e rinj e janë pritur shumë mirë. Nuk di ndonjë aktor të ri që është vërtet që të jetë ankuar nga aktorët e vjetër në Portokalli. Kryesisht aktorët e vjetër në Portokalli I mirëpresin aktorët e rinj, I mbështesin aktorët e rinj, përpiqen që t'i marrin në numrat e tyre, që t'i japin një dorë atyre për t'i integruar në Portokalli, por edhe vetes vetë për t'i dhënë një rifreskim roleve që mund të kenë edhe vite, domethënë që edhe kanë nevojë për rifreskimin e vet. Super. Bëre mirë që e cek edhe këtë gjë, sepse thjesht kjo është diçka që njerëzit mund të bëhen kurioz. Asnjë gjë të keqe janë. Jo, unë tendenca ime që të pyes nuk ishte që ti thuar gjë të këqija. Ishte që tu po them një gjë ti po ti fare s'po na thua. Absolutisht ishte që ti thuar gjëra të vërteta. Pra nuk duam gjëra të këqija, duam të vërteta. Dhe normalisht vetëm vërtetat na interesojnë dhe rëndësi për ne ka që ti thua të vërtetë. Megjithatë mua Lirë për shembull më ka rënë në sy ardhja jote
dhe dua ta theksoj këtë gjën. Aktorë të rinj, pra që kanë qenë në Portokalli, të rinj në mosh, po themi, që dikur kanë qenë në hije dhe ti duket sikur i ke shkarthisur aty brenda, pra duket sikur ju ke dhënë ju ke gjetur formën për ti sjell dhe për ti sjell ndryshe që publiku ti doj. Tani kjo është detyra ime. Kjo është rasti konkret me Devin për shembull. Disa regjizorë të tjerë ndoshta përpara nuk e kanë bërë këtë gjë. Po mirë, disa regjizorë të tjerë i kanë dhënë një formë tjetër, dikush tjetër mund të ketë qenë më primar apo ku diun në ato momente që ka qenë dikush tjetër përpara meje. Kjo nuk ka shumë rëndësi, domethënë un jam përpjekur që ose përpiqem të jap kohën e barabartë secilit aktor aty, duhet ta keni vënë re këtë. Gjë sigurisht që të rinjt kanë nevojë për më shumë mbështetje, kanë nevojë për në Portokalli kanë aktor që kanë kaluar praktikisht jetën e tyre aty, kanë ndërtuar jetën e tyre, kanë 20 vite që punojnë në Portokalli. Erdhën fëmijë, si më thën, siç isha bën me fëmijë, bën me fëmijë. Tani këta fëmijët e rinj që vinë kanë nevojë që dhe këta të trajtohen siç u trajtuan këta dikur. Domethënë sigurisht që të rinjve në kohë të tjera, në kushte të tjera. Mirë, dakord, por që sigurisht që të rinjve duhet ju kushtosh pak më shumë vëmendje që ti integrosh. Që ata të jenë të gjithë barabartë pastaj me pjesën tjetër të trupës përballë spektatorit, domethënë secili aty kërkon që të jetë maksimumin e suksesit vet dhe regjizori dhe kënaqësia ime më e madhe është kur secili arrin tani nëse ti flet për një aktor, jo vetëm thjesht individ. Por ka një gjë, domethënë ka aktor që duke qenë se kanë 20 vite eksperiencë në Portokalli, ti si regjizor je i sigurt që ai e ka të garantuar suksesin. Ai është. Domethënë me atë ti sigurisht që do punosh pak më pak sepse ka eksperiencat, ka vitet që ka punuar aty. Kurse me një të ri sigurisht që do punosh pak më shumë që ti ta ngresh në nivelin e atij të super. Duke qenë se ti the shumë gjëra, por ne do të bëjmë dhe i pyetje më pas për sa i përket Verdhe Portokalle që starton me datë 4 korrik, por përpara se të kalojmë te Verdhe Portokalle do kalojmë tek ato që erdhën. Të erdhën ty. O zoti ma Iliri vin edhe këti është e tmerrshme. Okej. Publicitet. Koha ka fluturuar çdo tente, por sot në tenten e sot me fluturoj më shpejt se asnjëherë. Sepse ndoshta nga që kishim edhe regjizorin ton. Tani pyetja drejt për ty Ilir. Në korrik fillon Verdhe Portokalle, spektakli i Portokallisë që vjen në sheshe të çdo qyteti të Shqipërisë. Do na thuash kush është data e parë dhe kush është qyteti i parë që Verdhe Portokalle do vizitoj? Verdhe Portokalle është në sezonin e 11 që bëhet, pra ky është viti 11 që bëhet turneu i Verdhe Portokalle, i Portokallisë, po në këtë titull Verdhe Portokalle, dhe fillon në datë 4 korrik në qytetin e Fierit. Ua, gjithë fierakët ç'a bëni për Verdh me datë 4 Të gjithë tek sheshin datë 4. Dhe pastaj do jemi në rreth 20-21 qytete në gjithë Shqipërinë. Është një atmosferë fantastike që ju e keni provuar vjet për herë të parë. Tani Ilir që neve e kemi zgjidhur, po ti që do jesh kaq shumë kohë larg bashortës dhe shtëpisë. Ç'a do i bësh një dhuratë bashortës që t'ja bësh qefin tani? Ç'a ke një këngë preferuar ta përshëndesësh diçka domethënë? Që t'ja bësh qefin, ti dhuroj një këngë domethënë. Ti dhuroj një këngë, sepse një këngë s'ke ç'a bën tani. Do të fillosh me qoka tani Ilir se ke punë. Se një muaj do ikësh. Shiko, është një këngë që jam rikthyer mbas shumë vitesh faktikisht, edhe ka filluar të më pëlqej prap. Quhet Poison nga Alice Cooper. Alice Cooper, Poison. Kjo është për gocën e madhe. Gocën e madhe. Goca e madhe shijoje. Për Entelën. Atëherë ne të dashur miq me këtë përshëndetje që Iliri bën për bashortën e tij Entelën ose gocën e madhe siç e quan ai po. Ne përshëndesim të gjithë të dashurit tan që na kanë dëgjuar këtë sezon në Hapçu, të gjithë besnikët tan. Besnikët e Hapçus. Përshëndesim DJ Vinin. Faleminderit. Me shumë dashuri. Vini, thank you brother. Përshëndetje DJ Vini. Përshëndesim ish DJ-n ton, DJ Ktorin. Kloj mraft pika që na paska ardhur sot për puntat fundit. Me shumë dashuri përshëndesim gocat e webit që na kanë ndihmuar, kemi bërë video të bukura me kanë qenë pjesë e jona. Kanë qenë gjithkohës aty për ne. Aty për ne. Falenderojmë gjithë stafin e Top Albania Radios, në veçanti Olën
Dhe normalisht atë që s'mund ta lëm pa falendëruar, Kush i është cili ajo? gjithmonë thot shprehje fantastike në fund çdo emisioni, Ledionin. Sigurisht. I cili e mbyll me perlat e tij dhe ne për ta mbyllur siç ka traditë Ledioni Cup, na kputi një nga ato. Të lutem. Shi si qesh. A mi kput një nga? Çfarë them për atë të flas për atë afrikanin tim? Po. Do ikim do ham banane sot. Shumë bukur ishte. Ilir, faleminderit shumë. Ilir, shumë Faleminderit që faleminderit ishen se- puntat e fundit të Apçus.